Jamarbër Maltezi e konsideron gjykimin për çështjen Partizani një farsë. Pas shtyrjes së seancës, ai theksoi se ish-kryeministri Sali Berisha u njoftua vetëm 3 ditë para, ndërkohë që policia e kishte në dorë njoftimin që 2 javë para. Se kemi zhvilluar pronën tonë pa cënuar banorët informal, kemi bërë parqe, kemi bërë kopsha dhe qerdhe, ja kemi falë komunitetit, kemi lënë dhe tokë për shkollën e gjimnazit, të cilën e vodhi Edi Rama me Karlon e tij. Për gjitha këto, ne jemi të gatshëm të përballemi në çdo lloj dite. Sot ka filluar farsa, ne do vazhdojmë. Njoftimi për zotin Berisha ka ardhur të premten. Sipas kodit të procedurës duhet vinte 10 ditë para. Ka ardhur para 2 ditësh, që në këtë moment ne shikojmë që shteti bën farsa, sepse shteti, policia le themi, e kishte njoftimin që para 2 javësh. Zgjodhi ta sillte të premten, pikërisht për këtë punë. Së pari këtë duhet ja pyesni policisë shtetit, e cila kishte 2 javë kohë që mund ta sillte. Pra policia ka gënjur. E ka sjellë vetëm 3 ditë para. Sipas kodit procedurës duhet ta sillte të paktën 10 ditë para. Maltezi shtoi se kryeministri Edi Rama duhet të ishte i pandehur për çështjen sepse sipas tij ka shkaktuar dëm. Ne do përballemi me Edi Ramën dhe gjithë falangat e tij. Ne jemi krenarë se kemi zhvilluar pronën tonë, nuk kemi vjedhur prona siç vjedh Edi Rama dhe ja fal leçanëve të tij, ja fal të vllait të tij nga pjesë nga plani parapjes. Duhet dimi gjë. Çfarë u nis kjo para 2 vitesh? Tham prona ishte shpronsuar. Çfarë thonë tani? Jo, nuk është shpronsuar. Bile tani thonë edhe gjë tjetër. Nuk del dokumenti si e ka marrë shteti. Pra shteti është fut hajdut. Së dyti, thanë që ne mendojmë që ka bërë ligje apo VKM nominative Berisha. Çfarë thonë sot? Asnjë nuk është. E dinin fare mirë se asnjë nuk kanë çuar gjykat kushtetuese si i vetmi organizëm që kishte tagrin tonte, a është nominativ apo jo? Siç bëri për ligjin për teatrin, apo ligjin Alabar, apo 4 VKM për Bolinon. Patjetër, ja u thash më përpara, Edi Rama duhet ishte i pandehur, sepse Edi Rama ka shkaktuar dëm. Pra në gjithë këtë çështje, në rast se kemi një dëm në financat publike, kemi një dëm 340.000 euro në financat publike, të cilat i ka paguar Bashkia e Tiranës nga shpërdorimi i detyrës së Edi Ramës. Ja kemi dhënë që gjatë hetimeve, ja kemi nxjerrë në gjykat, nuk kanë guxim. As prokurorët, po padyshim që ne kemi kërkuar, jo vetëm dëshmitar, ne kemi kërkuar dhe të pandehur. Padyshim e kemi në listën e dëshmitarëve. Gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar e shtyu në 21 korrik dosjen për çështjen Partizani, ndërsa në 7 korrik u shty seanca për revokimin e masës së sigurisë arrest shtëpie ndaj Jamarbër Maltezit.